Para kasi nuk gëzoj Partinë Demokratike, se ne nuk ishim palë që kemi ankimuar apo kemi kërkuar të rrim fuqia i vendim. Ajo që unë duhet ju them fillimisht ka bëj me çështjen e votave apo zarfeve që kanë ardhur nga Greqia. Ka dy fakte që ne i dim, siç e dim se që sot ka diell për jashtë. Fakti i parë ka të bëjë me faktin që në shkelje flagrante të kontratës që operatori i shërbimit postar DL kishte lidhur me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nuk e ka kryer vetë procedurën e shpërndarjes dhe marrjes në dorëzim të zarfeve zgjedhore që vijnë nga Greqia, por e ka bërë me nën kontraktim. Ndërkohë që në kontratë thuhej shprehimisht nuk lejohet nën kontraktimi. Pra gjithë ky proces është kryer së pari, ka filluar me një shkelje flagrante të kontratës nga operatori i shërbimit postar. Elementi i dytë dhe mund t'i referoni për këtë, apo fakti i dytë dhe mund t'i referoni edhe shifra zyrtare që ka dhënë KQZ-ja. Nga data 17 prill deri në datën 4 maj, ne nga Greqia kemi pasur vetëm 17.000 zarfe, me mesatare ditore rreth 1.000 zarfe në ditë. Në datën 4 maj, keni një deklaratë të kryeministrit në Gjirokastër që thot procesi i shpërndarjes së fletëve të votimit në Greqi u bë mishmash. Jo UPEX-i, jo SPEDEX-i, jo DL-ja kështu me radhë. Po atë ditë, drejtuesi politik i Partisë Socialiste, së bashku me grupe patronazhimi, janë nisur drejt Greqisë dhe ju keni parë pamjet se është faqur dhe vetë për mediat nga pika të caktuara, nga qendrat të caktuara të DL-s në Greqi, herë në Athinë, herë në Selanik, herë në Kretë, herë në Kavala, për të angazhuar marrje në mënyrë të paautorizuar nga patronazhistë të Partisë Socialiste të zarfeve që kishin shkuar për zgjedhësit shqiptar në Greqi, për t'i plotësuar dhe dërguar në Shqipëri. Dhe nga data 5 maj deri në datën 11 maj për 6 ditë, ne kemi parë 36.000 zarfe që kanë ardhur nga Greqia. Nga 1.000 zarfe në ditë, shkuam në 6.000 zarfe. Kjo anomali në vlerësimin ton nuk shpjegohet ndryshe, përveç se me manipulimin që i është bërë votuesve shqiptar që jetojnë në Greqi, votuesve nga diaspora që jetojnë në Greqi. Jeni gjithë dëshmitar, pamjet janë transmetuar në media, në rrjetet sociale dhe kudo, se si në Greqi është shkelur masivisht protokolli i sigurisë. Çfarë parashikonte protokolli i sigurisë? Protokolli i sigurisë parashikonte që në momentin që një zarf arrin në shtetin përkatës, njoftohet zgjedhësi dhe jepet mundësia ose paraqitur personalisht ta tërheqësh zarfin, ose ta sjellim në shtëpi deri në 3 orare kur ti mund të jesh i mundshëm. Kjo nuk ka ndodhur. Çfarë parashikonte tjetër protokolli i sigurisë? Që çdo zarf e merr personalisht zarfin, nënshkruan dhe po personalisht e kthen me mjet identifikimi të vlefshëm. As kjo nuk ka ndodhur. Ju i keni parë se si njerëz marrin 10, 20, 30, kemi video deri me qindra zarfe i njëjti person, i plotësonte dhe i dorëzonte vetë pa u identifikuar askund dhe pa nënshkruar askund. Ne kemi kërkuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve na vërë në dispozicion të gjitha nënshkrimet e 53.000 zarfeve që kanë ardhur nga Greqia, sepse nëse nuk provohet që këta zgjedhës i kanë marrë personalisht zarfet me materialet zgjedhore dhe po personalisht i kanë kthyer pranë pikës së shërbimit postar, atëherë në këtë rast këta zgjedhës, këta zgjedhës në fakt, po këto zarfe me materiale zgjedhore nuk mund t'i nënshtrohen as numërimit dhe as vlerësimit, qofshin vota për këto subjekt, megjithëse ju e kuptoni shumë mirë se për këtë subjekt kanë qenë këto vota. Tani do vinë një moment do i hapin dyert e Greqisë, tani ose më vonë, në fund do të mund i hapin sipas dëshirës tuaj. Do vinë edhe firma nga DVL-ja. Si është momenti që ju seleksiononi që një zarf është i vetë votuesit dhe nuk është dikujt tjetër? Pra ju mendoni që ata që nuk kanë firmë në shkrim nuk duhen numëruar dhe si kuptoni në shkrimin fatet i vetë votuesit, se kjo nuk është një gjë e qartë, ti nuk e di si shkrim ai ne po themi se verifikosh këtë. Siona, kjo është njësoj si e kuptoj unë që në qendrën tënde të votimit ke votuar ti personalisht apo ka votuar Marashi për ty. Ka një pajisje pej që ti vetë identifikohesh ose procedohet me listë zgjedhësish. Lista zgjedhësve përmban nënshkrime. Në rastin e votës së diasporës, ne nuk kemi komision qendrës votimit, por kemi detyrimin që çdo zgjedhës kur merr në dorëzim zarfin me materialet zgjedhore, nënshkruan. Dhe nënshkrimi duhet të jetë i njëjtë me atë nënshkrim që kanë mjetin e identifikimit,
se shtetasi shqiptar është i pajisur me tani procedurë e timi administrativ ka me mira forma se si verifikohet a është në nënshkrimi shtetasit apo jo. T'jeni të bindur ju, se ky do ishte rasti ideal, t'jeni të bindur ju që do gjejmë qindra raste me të njëjtin nënshkrim, do gjejmë qindra raste pa nënshkrim fare. Sepse ne kemi në këtë fazë këtë verifikim e bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në të dy shkallët e tij, pra Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve apo Komisioni Ankimeve dhe Sanksioneve, po sigurisht nëse se bëjnë ata, mund ta bëjë Kolegji Zgjedhor dhe patjetër që do ta bëjnë edhe organet ligjzbatuese. Zoti Logo, një pyetje. Në mbledhjen e KAS ju deklaruat se nuk do të lejoni me çdo kusht numërimin e votave nga Greqia. Pak më vonë zoti Berisha deklaroi se numëruesit duhet të shkojnë në qendrat e numërimit dhe të votojnë dhe të numërojnë çdo vot. Tani cilin qendrim të besojnë? E para zoti Berisha i është referuar procesit në tërësi. Dhe patjetër që numëruesit tanë në të gjitha KZZ-t ku do ndodhen në Shqipëri, duhet të numërojnë çdo vot dhe duhet kujdesen që vullneti i çdo qytetari të lexohet. Edhe në këtë rast, ne nuk kemi kërkuar që të përjashtohen këto fletë votimi. Nuk kemi kërkuar që të bëhen të pavlefshme këto fletë votimi. Ne po kërkojmë që të veçohen për momentin, pra të lihen me njan zarfet që kanë ardhur nga Greqia, të vijojë numërimi për gjitha shtetet e tjera, dhe ju besoj e shikoni se sa voluminoz dhe sa kohë po merr ky proces, dhe në momentin që do vi dokumentacioni nga ana e DL-s, do vinë edhe shpjegimet përkatëse, më pas do shohim dhe si do procedohet me votat që vinë nga Greqia. Kështu që nuk ka asnjë ja ta mbaroj, nuk ka asnjë kontradikt. E para KAS-i rrezoi një vendim të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili ku e ka urdhërimin? I cili nuk ka asnjë urdhërim të tillë në fakt. Vetë komisioneri nuk i është përgjigjur kërkesës tonë. Po ta dëgjoni seancën, unë thash, jo një herë, po të paktën 4 herë, ne kemi përpara ditës së zgjedhjeve. Pra nuk po e kërkojmë tani, e kemi kërkuar përpara se të vinin data 11 maj dhe që të veçohen. Nuk është marrë asnjë vendim, komisioneri ka marrë një vendim që thoshte zarfat që kontestohen, dhe nuk thoshte as zarfat e Greqisë, as të Italisë, as Mbretërisë Bashkuar, çdo zarf që kontestohet, futet në një kuti të veçantë dhe i nënshtrohet vlerësimit të mëtejshëm. Po pra, po kjo është Kjo mbani komisionerët antarët e numërimit, numëruesit e mbani këtu në tavolina? Numëruesit tan, komisionerët tan KZZ-s dhe vëzhguesit tan janë shumë të qartë se si duhet veprojnë. Si për çdo zarf që ka ardhur nga Greqia, zarfi B ku lexohet shteti dhe qarku, se po u hap zarfi B pastaj ti nuk e kupton më shtetin dhe qarkun, do veçohet sepse është konsiderohet një zarf i kontestuar, do t'i kaloj më pas KZZ-s, e cila po ashtu do t'a kontestoj, dhe për vendimarrjen finale do i kaloj Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. Tani ma gjej pikën ku KAS-i ka thënë kundërt në kësaj që thashun. I bie që 50.000 votat e kalojnë. KAS-i shfuqizoi një vendimarrje të komisionerit që kishte të bënte me një procedurë administrative që zarfet e kontestuara a do futeshin kuti, a do liheshin sipër tavolinës e kështu me radhë. Pra vendimarrja e komisionerit po nuk kanë, e sjona edhe njerë, nuk kanë se si të hapen. Nuk kanë se si të hapen në çdo tavolinë numërimi në Republikën e Shqipërisë, kur një numërues ngret dorën dhe thot unë e kontestoj këtë fletë votimi, pengohet, ndërpritet procesi, fleta e votimit apo zarfi në këtë rast i kalohet KZZ-s përkatëse dhe pritet vendimarrja përkatëse KZZ-s. Pra për 53.000 zarfe do të vijohet me këtë kontestim? Patjetër. Në qoftë se nuk ka një vendimarrje nga ana e KZZ-s, vendimarrja e kalon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo është ajo që po ndodh në gjithë Shqipërinë. E pat në degën 9, në njësi numër 9, kishin po themi 3 zarfe që ishin të ndryshëm. Kanë ngritur dorën numëruesit tan, është marrë fleta e votimit apo fletë e votimit kontestuara, i kanë kaluar KZZ-s për vendimarrje. S'merr vendim KZZ-ja, i kalojnë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ne kemi për gjithë zarfet deri në momentin që për një pjesë të tyre do na jepet prova që është marrë personalisht nga zgjedhësi, dhe në atë rast nuk kemi asnjë problem dhe asnjë shqetësim. Për gjithë ato zarfe që ne nuk do kemi provën
që është marrë personalisht nga zgjedhësi, sigurisht që nuk do t'ja nënshtrojmë as numërimit dhe as vlerësimit dhe njerëzit tanë që ndodhen në komisionet e zonat të administrimit, por KZAZ dhe grupet e numërimit janë pikërisht aty për të kujdesur për të bërë këtë gjë, për të garantuar integritetin e procesit. Besoj ju përgjigja kësaj pyetje, po doni mund të rishpjegoj edhe një herë. Ne nuk kemi për qëllim të bllokojmë numërimin, as ta pezullojmë numërimin, as ta ndërpresim numërimin. Votat e gjithë diasporës shqiptare, 190.000, minus 45.000, 53.000 të Greqisë, do numërohen që të gjitha dhe po vijon numërimi tyre. Për votat e Greqisë, ne kemi kërkuar që të veçohen, të sigurohemi që ato janë një shprehje e vullnetit të lirë të shtetasve shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Greqi, dhe patjetër që më pas, sa po të vërtetohet kjo gjë, edhe ato do t'i nënshtrojnë numërimit. Nuk ka këtu asgjë të pazakont, është një kërkesë krejtësisht e lishme dhe arsyeshme. Unë besoj, Esiona, që ti do ishe shumë e shqetësuar nëse për një zgjedhës, për një të afërmtimin apo tëndin, apo për çdo shtetas shqiptar, për një bashkëdhetar tonin që jeton në Greqi, ka votuar dikush tjetër. Jam shumë e shqetësuar. Shumë faleminderit. Garancinë që ju e vërtetoni këtë. E ka për detyriti operatori postar. Ne kemi paguar për këtë siguri. Apo kolegji zgjedhor do të duhet që zart në zart krahasoj firmën me firmën bizar. Për çdo 52.000 votues në Greqi apo jo? Esiona, për këtë garanci, ne kemi paguar 10 milion euro një sekond. Nuk të binte jo garancia. Kemi paguar 10 milion euro qytetarëve shqiptar. Ta dinim që DL-ja do sidhej me njësoj si dhe në operatorë të tjerë, pakten mund ta pagonim me çmim më të arsyeshëm. Por u pranua të paguaj kjo vlerë shumë e lartë me qëllim që të garantohej integriteti i procesit. Faleminderit.